Në orët e para të mëngjesit të kësaj të shtunë, një zjarr aksidental ka përfshirë një banesë në lagjen Partizani të Shkodrës. Sipas uniformave blu që kanë mbërritur në vendngjarje, është djegur plotësisht shtëpia e një shtetasi 67 vjeçar. Fatmirësisht nuk ka patur pasojë në njerëz, por vetëm dëme materiale, ndërsa grupi hetimor po punon për dokumentimin e shkakut të rënjes së zjarrit. Ndërkohë, në prangat e policisë ka rënë një i ri 24 vjeçar. Sipas njoftimit zyrtar të policisë, arrestimi i tij ka ardhur pasi ka ushtruar dhunë ndaj babait të tij. Të njëjtin fat ka patur edhe një 38 vjeçar, i cili ka provuar prangat e policisë pasi është kapur i dehur në drejtim të automjetit të tij. Një i moshuar 72 vjeç nga fshati Rashkullaj është proceduar penalisht pasi u kap duke drejtuar motomjetin pa leje drejtimi. Së fundi, një 20 vjeçar nga fshati Hot është proceduar penalisht. Ai akuzohet për veprën penale trafikimi mjeteve motorike, pasi automjeti që posedonte rezulton i vjedhur në Kanada.